të ndiqni aty. Por një gjë, duhet ja u them këtu, qytetarëve shqiptarë. Partia Demokratike ka një parim, nga i cili nuk ka lvizur kur. Në çështjet sigurisë ka votuar si Shtetet e Bashkuara. Dhe kjo është e faktur sa 8 vite në pushtet ne përfaqësuesit tanë kanë patur porosi konstante. Çka ky nuk ka bërë, ka votuar me Jemenin. Ky votoi një rezolut me Jemenin për Palestinën dhe kundër Shteteve të Bashkuara. Prit. Kjo është qëndrimi ynë. Qëndrimi ynë është e votojmë pro. E dyta, si shqiptar kemi një arsye të dytë. Ata janë faktori më përcaktues në pavarësinë e Kosovës, në lirinë e Kosovës, dhe në këtë kontekst, pavarësisht se kjo geopolitik sot ka trajta të tjera, personalisht në çështjet sigurisë, unë do të votoja Shtetet e Bashkuara. Si do votojmë tani? Kjo do mes për të pa aty. Po ju thoni që do votojmë Në këtë rast ka një zgjedhje mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, duket që dy nga vendet kyçe, Italia dhe Franca, i kanë thënë jo. Tani në rast se vjen problemi për të zgjedhur në çështje sigurie, absolutisht do të zgjedhja Shtetet e Bashkuara për sa kohë ato ti qëndronin angazhimit të sigurisë shqiptërisë. Sa votoni që për hir të Amerikës ju mund të votoni dhe të shkeni edhe kushtetutën dhe ligjin, pasi pak. Jo, nuk jam për jo, për kushtetë e them mirë. Jo, ne atë e ngritëm. Jo, ne e ngritëm. Jo, një minutë, të lutem. Ne e ngritëm këtë aty dhe unë e denuncova edhe këtu sot. Edhe këtu sot. Po ju do jeni ta ndiqni. Ju do jeni ta. Pra, ne jemi për procedurë kushtetuese. Ne jemi por në qoftë se më pyesni mua për çështjet sigurisë, pa diskutim që unë jam i pa kundër. Për sa kohë Shtetet e Bashkuara të mbeten të angazhuara për sigurinë e NATO-s. A jeni kompleksuar nga mbështetja që keni dhënë Donald Trump? Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike për Greenland? Për Greenland? U zgjidh ajo, mori zgjidhje. Cili është qëndrimi juaj? Mbështesim zgjidhjen. Ne mbështesim zgjidhjen, u zgjidh. Tani, ajo një problem, nuk mund ta shohish, po ajo mor zgjidhje, ose po merr zgjidhje. Ajo po merr zgjidhje në interesin më të mirë, mendoj unë, edhe të Danimarkës, edhe të vendeve europiane, edhe të Shteteve të Bashkuara. Me ato që po lexoj, marrëveshja kuadër që ka ofruar, që është dakordsuar midis sekretarit përgjithshëm të NATO-s edhe presidentit përfaqësues ose presidentit Trump, është një marrëveshje që jep zgjidhje. Ju keni thënë gjithmonë që do vendosni interesin e vendit tuaj. Do të vlej kjo edhe në rast se interesi i vendit tuaj vendoset përballë SBA-s të Donald Trumpit? Absolutisht për mua ta kemi shumë të qartë. E para Shqipëria pa asnjë lloj diskutimi. Kur se vend diskutim atë. Dhe interesi i Shqipërisë nuk mund kursesi, por në fushën e sigurisë, unë besoj dhe vlerësoj, interesi i Shqipërisë është mbrojtja nga Shtetet e Bashkuara. Faleminderit. Mirupafshim. Të një funksionari të Kryqëzimit Kryeministrit dhe Ministrit